sa jemi afër daljes së Mehdiut. Ardhja e Mehdiut është hak. Shfaqja dhe ardhja e tyre është e vërtetë. Mirë po duhet para se ne të flasmi për ardhjen e Mehdiut, duhen të bëjmë dallim mes Mehdiut, i cili do të vjen dhe do të shfaq, do të vjen para se të flasmi. Për Mehdiun duhem të bëjmë di dallime. Se Mehdiu, siç pretendohet tek shijat, dhe i thojnë Mehdiu i pritur, El Mehdi Muntadhar, që e presin dhe pretendojnë se Muhammed ibn Hasan el Askeriu, pra imami 12 i tyre, ka hi me një vrim apo ka hi me një shpellë në Samura, në një qytet të Irakut, dhe ato për çdo ditë e presin atë që ai që të banë rregullime në tokë. Dhe këta pretendojnë se Muhammed ibn Hasan el Askeriu është me prej ardhe nga Huseini, kurse historikisht dihet se Muhammed ibn Hasan el Askeriu pra ka qenë nga sterilet që nuk ka lind, që nën kuptohet se deri në ditën e Kiametit me pritat Mehdi ai nuk do të shfaqet dhe nuk do të vjen. Pra kja pretendim i rrenjshëm, ndërsa Mehdiu tek ehli sunneti dhe xhamati është një kuptim krejtësisht ndryshe, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos me ngel prej kësaj dunjaje as një ditë, vetëm një ditë, Allahu azza wa jall do ta zgjate atë ditë. Pa mos me ngel prej kësaj dunjaje, vetëm një ditë, Allahu do ta zgjate atë ditë, deri ta sjell një njeri. Allahu që do ta përgatit këtë njeri, që emri i tij, thot pejgamberi Allahut, pajtohet me emrin tim, dhe emri i babës së tij gjithashtu përputhet me emrin e babës tim. Pra sipas këtij transmetimi, që ai njeri i cili do të vjenë në akhiri zaman, do të shfaqet në akhiri zaman, quhet Muhammed i biri Abdullahut. Siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që emri i tij përputhet me emrin e pejgamberit Allahut, dhe emri i babës së tij përputhet gjithashtu me emrin e babës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka ardhur me një transmetim që thot pejgamberi Allahut, që e mbush dunjan me drejtësi siç është mbush dunjaja me padrejtësi. Pra para ardhjes së Mehdiut janë disa shenja të cilët i paraprin ardhjes së Mehdiut. Një ndër ta është mbushja e dunjas me padrejtësi. Ka se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ki njeri e mbush dunjan me drejtësi siç është mbush dunjaja me padrejtësi. Gjithashtu, besimtarët nuk duan që të rrinë pasiv duke e prit ardhjen e Mehdiut, nga se Allahu azza wa jall nuk transmetohet me asnjë hadith të pejgamberit Allahut se Allahu ban mrekulliran në dorën e Imam Mehdiut. Siç thot Sheikh Albani rahimahullah, nëse pejgamberit Allahut ju deshte 13 vite për ta themelu shtetin islam, edhe pse ishte i ndihmuar prej anës Allahut me mrekullira, çfarë ja mërmendje? Imam Mehdiu, i cili nuk është i ndihmuar prej anës Allahut me mrekulli, mi pa është i ndihmuar prej anës Allahut se Allahu azza wa jall për një natë e parapregadit. Pra si e parapregadit Allahu për një natë Imam Mehdiun? Ka thonë disa dietar, do me thonë, e ban këtë njeri të gatshëm që të udhëheq një shtet islam. Edhe pse kemi folë të shenjat e Kiametit, se ne mendojmë se ngritja e khilafetit do të bëhet para ardhjes së Imam Mehdiut. Pra në kohën e Imam Mehdiut, apo në kohën e shfaqjes së Imam Mehdiut, vetëm se muslimanët janë të zgjuar dhe muslimanët janë aktiv, atyre ju mungon në vetë një çështje. Çfarë i mungon? I mungon një udhëheqës. Këtë udhëheqës
Allahu Azza wa Jall do ta përgatit për një natë. Pra do t'i jep Allahu Azza wa Jall tipare të udhëheqësisë për një natë. Apo siç kanë thonë disa dietar, se ky njeri është njeri i ditur. Megjithatë, lëshimet të cilët i posedon Allahu Azza wa Jall do t'ja përmirëson për një natë. Pra Allahu Azza wa Jall do ta dërgon në akhir zaman një njeri nga familja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me prejardhje nga origjina e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në veçanti do të ketë prej ardhjen prej Hasan ibn Aliut, e jo prej Husein ibn Aliut. Hikmeti dhe urtësia ardhës i Muhamedit prej Hasan ibn Aliut, për shkak se Hasani i biri Ali ibn Abi Talibit radiallahu an, aja shkarkon në vetën e tij nga khilafeti dhe ja dhuron Muavije ibn Abi Sufjanit. Ku Allahu Azza wa Jall nga emrat e tij falënderues, e falënderon Allahu Azza wa Jall këtë veprim të madh që e boni nipi pejgamberit Allahut, i përgëzuar me xhennet. Allahu Azza wa Jall ja kompenzon në akhir zaman, nga pasardhësit e tij do të vjen një njeri që do ta mbush dunjon me drejtësi siç është mbush me padrejtësi. Kur është? A është afër? Këtë nuk mund me dit askush pas Allahut Azza wa Jall. Mirë po e dim se ky njeri do të shfaqet, do të vjen para shfaqjes së Dejjallit dhe para zbritjes së Isait. Allahu Azza wa Jall më mirë e din.